Përcjellje ngushëllime gjyqtarit e familjes të ne të afër me ti, edhe shërim shpejt ati në kojshivet se rrezika kanë pas. Tash fitimi i pronës dihet se është bën i gabum. Ai sa fitim po, faqeazez se bashkia, hipoteka e kanë bërë këtë rëmuj. Hipoteka e ka regjistruar, Lorenz Luka shet, po si shet po hjek familjarët, më thonë, jeni në vend huaj më shok, do të me lirunit pajisje. Po venim për këshillit bashkiake, po kur zovesh me letra këtë, si me kanë hava. E kujta ka kanë këtë pronë? Kjo është pronë e shtetit. Është kanë pronë e shtetit dhe është pronë e shtetit dhe shet. Të janë të futën për i bashkisë. Edhe janë gjallë ata që i kanë futur, kanë çuar letrat, janë letrat i kanë çuar në analizë, në ekspertizë, kanë dalë sakta. Gjyqet i ka humb ky. Kur ka humb gjyqet, i ka angushtu i fije. Sepse nuk ka dokument. Me si familjar jashtë as vendim gjykatit. Ka bën manovrime, demek jashita vllavët do të më maliru vllavë, e kupton? Me letra kanë bën, po na s'kana vendim gjykatit me dal jashtë. Hiç. Kur fa venimit? Ju ka kështu? Kështimi është bëll kur këna shkuar këna qysh në vitin 2012 jena këtu i bën seanca. Jo, përveç saj thamë, ju ka kështu direkt. Direkt ardhë me dyrë burrë me demek me hi me forcë. Kështu por nuk ka mund të me realizuar, por nuk fejnë e ka gjithsesi bashkia hipoteka. Lorenz Luka ka. Po hiq çaj certifikat pa verifikues se në sakt, në rën konflikti vazhdon. Është në vazhdim e sipër. Me që ka kohë këna pas gjyqin. Kena paguar në kohën avokat, keni paguar ka 50.000 për shtëpi. Më ju mos s'keni nevojë më ardhë se jam unë përfaqësues. Tash metet më rak mua si plak sot pse ka shkuar ti në. Një ka strehu bashkia 93. Edhe këna ne korgjën shkomin 2012 në ndërtesë e mosh për jeme. Ne ka qitë në përgjishje në për tëna. Këna punu e sa këna mujtën të, këna gjua pare. Ta shëpare ne ka më presion ja shpjeme, ja do me lëqo shpin, ja këtu, ja këtu. Këna ne intension tash 38 vetë. Fojet ne ka shteti, bashkia si ne ka lëne, ku ashku ja ka shite lati, kur kush fojet ne ka fëtën bashkia. Një ne ka lëne, ne ka së rëndë, ati më rapa ja ka shite tash. Si një e sot të kësa ju ka kresnu për 30 vite, nërsa sa të vralla gjykatësi që është e stuj. Pra, ta shteti, të më thëmë një shkua fajt shteti, ta na fajt i ka shteti. Shumë keq, ma zhi s'ka kërka me shku. Se për ta në këtë shpia si vdojt me vrejgjitari me dit, ma par këshim dojt rëmë të male si me vrejgjitari. Në këshim vralla në ati? Që në ma mirë me ne pa vrënese sa me vrejgjitari pa fejt. Po shteti. Shteti, ne ka lënë, shteti ja ka lënë ati, o thëmë ta na fajt i ka shteti. Lorenz Luka si ka më i të dojnë. Pëse s'ne ka rëkeq ma por, kishëm dash me vra muë, që jem ka shpideme se me vrata si s'ka pas këtë fajit, po. Më shu shpin. Na jem kërsnum edhe për jatinën. Kom njëftu dhe punëtorin e policisë, i kom tani shtu. Pa keni qenë në këtë snim? Po si, jena. Tash, kena pasi rrëthimi këtu për para si që po atë edhe ju, e kanë hek edhe këtë, tash mund bjene edhe të dera, një ati edhe për gjamit, një ati të fut plumin kres. Çfarë thati ju, keni pasur kresnime? Po, kam pas kresnime prej Gjovalin Shkamit. Para 2-3 ditë që kanë rdhua bashkia këtë, a i s'kite lidhje me bashkin. Vesh si e ku me na kresnu ne, me na bo munje keq ne, vite e mësote punojësit e bashkis, si e ku me rdhua me na bo ne munje keq. Me heret keni akuzu si ka ardhe të shtëpia? Ka ardhe të shtëpia, po, ka ardhe të shtëpia. Unë shkoj në punë, 6 të nodjes, e ktheum 3 mas ditën, 6 të nodjes, kur dal prej punët, unë i gjaj makinën të parku me të dera shtëpis. Unë i këtë shtëpi kam, se s'kam tjetër. Pra, ju jeni në presion të vazhdueshëm? Vazhdueshëm, presion të vazhdueshëm në ajtinën. Po, zot një, hapë më parë. Po. Për këtë kresnime se thonë, ka 12 muaj, po një ashtë 12 muaj, si ka falë në gjyqë, pa më shi sa është i shtetit, a i ku janë, të e një që bani, ka hëmë të të mirë një sëtanë.
Na personalisht, pa banorët, kena shku, kena po denonëzime në polici. Ata s'kanë marrë kush kanë mosët për ne. I ke letët të tonë, kena ardhë të tonë me rrallë një, ka një, e kena po denonëzime në polici, se ka hënë Gjashkami do të minosi tonë. A një takon më... Publikisht e ka dhënë televizorit të reklami. Publikisht, më është. Edhe një s'na kasi. Pranej... Si njeni sot se që u vra edhe gjykatësi i Ma qeftës bën havë djali jam, se njihna shumë të rënum, edhe njëm keqardhje të madhe për atë burë që ka dekë për ne në ditë sotit, ka dekë për burnit, veti e në rrallë, për ne ka dekë. Na, në kjo se një gazetar, në kjo se një shokët e shamirë, ditë si po të përrimi, të shkojmë të tonë që palat në rëmë. Me keqardhje morë me këtë njoftim edhe na, jenë në rrallë pari i ngushtoj familjen Kalaja, edhe shërim shpejt babe birë, si që mund t'jem edhe ne gjithë familjar që jena këto, por kjo historia është shumë e gjatë, që është në 92-shin, si jena të venosën me venim bashkijet, data 5/9/92, bashkia ka marrë venim që kjo ndërtes të si që shqis një dhe jo, ti jepet pas treve, edhe një nër ata jam edhe vetë. Në Cnoci, le e rritë në Shkodër. Kur kam marrë këtë banes, kam kanë ushtarak, kam punu në polici, si që unë kanë edhe i pjesë tjetër, kuptohet si gjithë familjen nevoj për shtre. Kush i venosi ju këtë? Nena ka venosë bashkia, Filip Goraziu, me akt marrëveshje, për revizore disa për ta kthyer në ambient banimit, gjithsesi na kena kërkue ta privatizojmë siç kanë privatizuar disa tjerë. Por nena ka kthyer përgjigje Lorenz Luka, që ky bile do ta theksoj shumë, është strumullari i gjithë kësaj problemet, nuk na ka privatizuar ne, sepse ka dashur me shit atij, gjën Shkamit. Na i kena kërkuar akt trashëgimie, se na jena të binun tonë që jena banorë, këtu se mos se unë se kom njoft, por ka njoft baba jam, se kom njoft, unë po ka njoft kjo, ka njoft, ne ke njoftim tonë, parti tyne, ta s'kanë pas pronë kur në Shkodër. Kur s'kanë pas pronë në Shkodër. Mas idhin mua trashëgimin, jalëshoj i pare. Edhe tonë, mas me tonë jalëshojnë. Por në prej këtë kena rezistuar se na kena bëllë shpenzime. Familja Shkami ka pretendu se i kena dokumentat e rregullta trashëgimisë. Ai ka një dokument që një fotokopje e korrigjume pa numër amzet i vetë një dokument që i manipulon. Dokument tjetër nuk ka. Ai kur e ka marrë me dëshmitar, si tokë, me komisione. Por me akt marrëvesh, me këtë akt trashëgimit ai nuk ka, se ka ne 10 vjet në apel, i ky njeri tash po i thon Mastit Kalaja, 10 vjet ka ne në apel si me një venim gjykatës rrethit administrative, i dakacere gjyqtare, i ka hekur nga 60 dilim që ka pas, i ka hek 45 për mos përputhje se ishtin prona mi prona. Do më thonë, edhe e kanë hek 45 dilim. Edhe në këtë venim gjykatet, cilësohet që familja Shkami nuk disponon tjetër dokument me përjashtim një fotokopjet të korrigjume pa numër amzet. Edhe ky e ka apelue, ka në apel gati 10 vjet o 10 vjet kështu, edhe Astrid Kalaja e ka lënë fuqijat sepse nuk ka pas dokument, nuk ka pas akt trashëgimie. Si kanë këto 30 vite në raport me familjen Shkami ju me ta? Konflikt, edhe nuk përfunon konfliktin nëse kjo nuk fillon prej në themel. Ka i erdhi prona këtij. Gjinet ka i karë prona këtij, edhe mërfun gjithçka. Unë jam Gjeko Martini, ngushëllim me familjes tij, na ka shumë keq për çështjen e përgjithshme si ka ndodhur. Këto punët i ka bon Lorenz Luka, se i ka lëqoj vërtetim si në dakord mu privatizu, po venim Këshillit Bashkisë. E ka vra Lorenz Luka, nuk e ka vra shteti, as se ka vra Gjashkami, e ka vra Lorenz Luka. Kena bon një gjyq, e kena fitue, e ka këthuj gjykata apelit, kanë ardhë apeli i Vlorës, e kanë gjykuar në Shkodër, jo apeli i Shkodrës. Edhe ja kanë këthyje sa këta detyrat për falsifikim dokumentash se s'kishte pronë edhe s'kishte venimin e Këshillit Bashkisë. Kur filloi gjyqi në apel e në shkallë të parë si e kthyen e pas se pe humb gjyqin, edhe pushoi çështjen e gjyqit. Nuk e ka hap tjetër. Tash Gjashkami ka 10 vjet jetu, i armatosur, më thyen një shtëpinë në punët në Itali,
i këna dalë na për zët, nuk e këna lanë me thyje. Ka ardhe armatosin, ka ardhe policia, këna thanë, ka ardhe në makinë, edhe nuk e kanë trakryet policia me shku as me arrestue, as me mojt asit dhe kik mrenë. Gjosh komi ka ardhe armatosin e tu, ty thonë, na policisë, qërë me këtë armatosin, se për ne nuk më markejse, e ditë këtë që të gjeme nese, edhe fojnë e ka shteti. Familja Shkomi thotë që ne kena trashgume, bez mazbresi. Për njerës kanë kur fërë promes se kena marrë të AKP-ja Agjencia Kombëtare e Kthimit e Kompensimit prona në Tiranë, vërtetimin si bina Shkomi e syk Shkomi nuk kanë pronë Shkodër. Edhe është në venim gjykatës sa i venim atje. Kush janë bina Shkomi dhe syk Shkomi? Partë e tyne, si thonë e këna toklin e ka pas binaku. Trashëgimtarët e tyne, se i kanë humbë të në gjyshe se s'kanë dokument. Nuk kanë kur farë dokumentit, veç që kanë bërë falsifikime të dollari e manipulime. Asë një se kanë. Se me pas dokumente kishtë thonë, hajde e gëzosh, mërre, ja kemi lësho vetë.